çfarë rëndësie ka gjyqi Sali Berishës? Së pari, për Berishën si politikan, për Spakun, së dyti që ka ngritur akuzën, dhe për reformën në drejtësinë përgjithësi. Mërtiri, Tela, pastaj Batoni. Për mua ka një rëndësi, besoj, ka disa aspekte se ka rëndësi ky gjyq. E para njërë sepse është goditur një paprekshëm. Sali Berisha ka qenë një person i paprekshëm. Dhe ka qenë i paprekshëm kur ka qenë opozit, jo më kur ka qenë pushtet. Dhe përveç kësaj, është një nga njerëzit, jo një, po ndoshta personi më i rëndësishëm i tranzicionit. Në 35 vite, Berisha është personi më i rëndësishëm. Dhe kur ai shkon përpara drejtësisë, ky është një lajm i mirë që këtu kushdo mund shkojë para drejtësisë. Dhe nga ana tjetër, kjo hapet rruga që edhe të tjerë të rëndësishëm si ai të shkojnë para drejtësisë. Pra nëse dënohet Berisha, hapet rruga që dënohet nesër dhe Rama. Nëse shpëton Berisha, sigurisht që Rama i ka mbyllur rrugët që ai të shkojë gjithashtu para drejtësisë. Kështu që për mua kjo është shumë e rëndësishme në Shqipëri. Kjo është një themi epokale për Shqipërinë. Pra në këto 35 vite kur nuk është dënuar asnjë drejtor, domethënë shumë pak me raste janë njerëz që kanë pasur pushtet, edhe ata janë dënuar kur nuk kanë pasur fare mbrojtje politike. Për Berishën. E para e dyta, ka dhe një gjë tjetër që është precedenti që e tha dhe avokati, që tashmë ti do dënohesh edhe kur krijon skema korruptive. Dhe rasti i ngjashëm është Erovelia. Erovelia nuk është kapur drejt për drejt në korrupsion, por është kapur për një skemë korruptive ku kanë marrë pjesë shumë aktorë, shumë institucione, disa skema. Pra këtu ndryshohet mënyra se si hetohet. Pra hetohet tashmë për konsumim në Për Spakun pse është e rëndësishme kjo akuzë? Për Spakun është e rëndësishme sepse Spaku nga ana tjetër tregon dhe besueshmëri sepse godet nga të dyja palët. Pra deri tani kemi parë një sër njerëzish nga Edi Rama, të cilët janë sot prapa hekurave, një pjesë e mirë edhe në hetime dhe në bankën e të akuzuarve, por nga ana tjetër Spaku duhet të ketë, pra duhet të tregojë që është i paanshëm dhe godet nga gjithë krahat pa parë ngjyrën. Sigurisht për reformën drejtësi. Sigurisht që kjo është pozitive sepse tregon dhe forcën që Spaku e ka këtë fuqi të shkojë deri në tonë. Tela? Ky është procesi i parë ndaj Sali Berishës. Dhe sado që të zgjasë 1 apo 2 vite, në fund ne do kemi një vendim. Për Sali Berishën mbas 35 vitesh karrierë politike, ndoshta mund të shkojë edhe 37 më tej, nuk ka rëndësi se sa dënohet. E rëndësishme për të apo për publikun shqiptar është shpallja fajtor apo jo. Mjafton edhe një ditë të dënohet, do të thënë ajo që pret publiku të themi është shpallja fajtor. Por ajo arrihet vetëm me prova të besueshme dhe me një gjykatë që bën drejtësi. Gjykatë militante dhe prokuror militant nuk do t'i bënin mirë vijimit mëtejshëm të proceseve gjyqësore. Shumë i vështirë, patjetër, sepse çdo provë, në bazë të materialeve që janë, gjasat është shumë e vështirë që ta shpallësh fajtor. Por nëse ajo do ndodhi, duhen prova të pakundërshtueshme. Zoti Agjiu, fuqia e Spakut do të jetë e bazuar në këtë proces. Spaku do të jetë i fuqishëm nëse e arrin qëllimin që të argumentoj me prova. Dhe e dyta, që fuqia e Spakut është një referencë për talën. E treta, që nuk do të ketë fuqi politikanit që urdhron në nënshkruajnë të gjitha ata që punojnë në administrat me fuqinë e fjalisë e cili do kryeministër që është aty, sepse atëherë do të krijohet instrumenti i frikës që procedurat duhet të respektohen brenda administratës, pa marrë parasysh se sa i fuqishëm është shefi i qeverisë në Shqipëri. Do të thënë, këto janë ato pikat e rëndësishme për shoqërinë shqiptare dhe gjithashtu edhe për vetë shoqërinë e drejtësisë, sepse referencat pastaj bëhen të shumë të fuqishme për ata të cilët hyjnë në institucionin e Spakut. Çfarë do të thotë për një njeri që të jetë i dënuar si Sali Berisha? Është lajm i keq për Shqipërinë, për neve, për të gjithë. Por lajm i mirë për politikën. Lajm i mirë për politikën për arsye se përfundon pa ndëshkueshmëri. Lajm i keq që na do ta kemi një kryeministër dënuar, një shoqëri e cila realisht ka besuar se njeriu i tyre që ka udhëhequr për kaq vite dhe ka qenë president, ka qenë i pakorruptuar. Kjo frazë, ose kjo për cilën na kemi besuar, është në dorë të kësaj gjykate
që të na thot një të vërtet, e vërteta ndërtohet me fakte. Unë besoj që gjykata faktet do t'i ballavaçoj dhe të na t'jap drejtësisë shqiptare një paradigmë të re, edhe paradigma e re e drejtësisë shqiptare, domethënë demokracia e re dhe krijimin e ndërgjegjjes se pas saj nuk ka nevojë për referencën e frikës, ka nevojë për referencën e ndërgjegjjes. Dhe unë besoj pas kësaj shoqëria shqiptare do të ketë një referencë ndërgjegje. S'di sa mendon avokati, po Të nderuar është e gjatë. Rruga e gjatë, Ka vetëm një avokati, gjykat. po sigurisht. Deri në Strasburg ne do dëgjojmë referuar faktit procedurial. Do flasim edhe me procedurë. Faktit që prokuroria arriti të bëjë një hetim e të çojë në seancë paraprake, një gjykat bëri po themi filtrimin sipas procedurave të reja dhe vlerësoi në mënyrë empirike gjykata e hetimit e seancës paraprake dhe vlerësoi në mënyrë empirike faktin që po ti mund të shkosh në gjykim si prokurori dhe të kërkosh të provosh akuzat, tregon që ka diçka që do të diskutohet në seancat gjyqësore, tregon që ka diçka që do të diskutohet në shqyrtimet gjyqësore. Këtu sfida mbetet e prokurorisë, sfida mbetet në kuptimin e provimit të akuzës së korrupsionit pasiv të ish kryeministrit dhe ish presidentit Republikës, duke lidhur atë në mënyrë të drejtë për drejtë me elemente veprës penale dhe korrupsioni pasiv, zonja Xama e prekur në mënyrë shumë logjike, po themi, dhe nga ana jo ligjore, jo me termat ligjor, por duke thënë, në rast se ti me veprimet e tua, me dashje, ke bërë një VKM të tillë, një ligj të tillë, ke krijuar një agjenci dhe ka përfituar vetëm ti dhe jo persona të tjerë, kanë përfituar dhe shumë qytetarë të tjerë pavarësisht nga veprimet e tua, sigurisht që duhet të provosh pasaj dhe mëtej dashjen, duhet të provosh lidhjen shkak pasoj për të shkuar në konkluzionin e arritjes së kryerjes së veprës penale, konsumimit veprës penale. Është e vështirë dhe prandaj unë e kam thënë që në emisionet e para tek ty, është sfida më e madhe që ka prokuroria, sfida më e madhe që ka prokuroria për sa i përket shqyrtimit gjyqësor të kësaj dosje. Dhe fati madh është që shqyr që do kemi një proces gjyqësor ku do shqyrtohet çdo provë për të parë çdo element të mundshëm të ekzistencës së veprës penale të korrupsionit pasiv të zyrtarit të lartë. Në rastin konkret, lidhja shkak pasoj me veprimet që ti ke kryer si kryeministër dhe përfitimet që ke marrë në mënyrë të drejtë për drejtë apo të tërthort, do të shohim se si do të vej gjatë gjykimit. Deri tani, ne nuk mund të themi asgjë se si do të shkoj kjo çështje. Ti si jurist, një i ligj, sepse Ola e ka këtë mendim, po ti e ke edhe vazhdimisht studion E kam thënë. të shqetësim. Se kjo është një sfidë shumë e madhe. Po, edhe kolegë të tjerë këtu kanë mbrojtur, shpesh kanë mbrojtur idenë që në qeverisjen e Berishës ka momente të tjera shumë interesante, shumë të rëndësishme. Mase shumë flagrante, se sa kjo. shumë bardhëzi, Megjithatë, mund të krijojë penale.